Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin e orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Harta territoriale e bashkive pritet të ndryshojë në mënyrë të njëanshme me një propozim dhe vota të mazhorancës në kuvend. Sipas burimeve në zgjedhjet lokale të vitit 2027, nuk do të shkojnë më shumë se 50 bashki, ndërsa sipas ekspertëve janë 14 njësi vendore më të rrezikuara sipas kriterit ekonomik, financiar, funksional dhe demografik. Harta territoriale e bashkive pritet të ndryshojë në mënyrë të njëanshme me propozimin dhe votat e mazhorancës në kuvend. Socialistët po e çojnë deri në fund kërkesën për të reduktuar numrin e njësive vendore, jo në mënyrë drastike, por pak më të moderuar. Sipas burimeve, në zgjedhjet lokale të vitit 2027 nuk do të shkojnë më shumë se 50 bashki. Sipas raportit analizës së ekspertëve të socialistëve, janë 14 njësi vendore më të rrezikuara sipas kriterit ekonomik, financiar, funksional dhe demografik. Qarqet më të prekur janë Gjirokastra, Berati, Elbasani, Shkodra, Fieri, por nuk përjashtohet as Tirana. Pavarësisht llogaritjeve territoriale dhe elektorale të majteve, tre bashki minoritare, edhe pse me tregues shumë të dobët, nuk mund të preken. Në dokumentin e ekspertëve identifikohen rastet që kërkojnë trajtim të veçantë për shkak të identitetit historik, kulturor, pakicave kombëtare ose kërkesave të ngritura gjatë dëgjesave publike. Për të kyçur disa bashki, socialistët kanë hasur në disa vështirësi, distanca e largët e disa qyteteve me qendrat apo me ato fqinje. Raporti veçon në mënyrë të posaçme Tropojën, Fusharzin dhe Imarën, duke shkruar që për këto zona sfida kryesore nuk është domosdoshmërisht ndryshimi i kufive administrativ. Mazhoranca do të presë deri në 23 korik opozitën, në rast të kundër deri në fillim të tetorit. Ata duhet të sigurohen që të mos ketë asnjë rrjedhje votash për të garantuar 84 kartonat jeshil të nevojshëm. Mungesa e mundësive dhe ekonomia e dobët, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve vlonjat dhe veçanërisht pensionistët janë të privuar nga e drejta për të bërë pushime. Sipas tyre, tarifat për çadra dhe shezllongët nuk i përballojnë dot, ndërsa kërkojnë më shumë hapësira publike falas për ta. Një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve vlonjat dhe veçanërisht pensionistët janë të privuar nga e drejta për të bërë pushime. Kjo jo nga mungesa e mundësive, vendeve apo plazheve se ku mund të pushojnë, por nga ekonomia e dobët e cila nuk i lejon, siç tregojnë edhe ata vetë, të pushojnë siç dëshirojnë. Pensionet dhe pagat janë tepër të ulta, duke bërë që pushimet për ta të kthehen në një luks. Tarifat e vendosura për çadrat dhe shezllongët nuk i përballojnë dot, duke u detyruar të pushojnë në hapësira publike, aty ku marrin çadra me vete dhe ulen në bregdet. Pushuesit tregojnë se duhet të kenë më tepër mundësi se ku mund të pushojnë, më tepër hapësira publike falas për ta. Gjithashtu, sipas tyre, shteti duhet të ndërhyjë edhe në përmirësimin e gjendjes së tyre ekonomike, duke nisur nga rritja e pagave dhe pensioneve. Po ne pensionistët na ka heqë nga disa fare. Ka vajti ka disur aty poshtë. Por të thonë hoja qave ka, edhe ka ngerë të ashtë si. A janë pushimet përballueshme në pensionin? Absolutisht janë në pension nuk janë përballueshme. Vesh paguaj shtu dhe 7.000 lekë ka dhënë ajo, ato. Edhe vetëm shpenzime ditore nuk deli për 5 ditë, jo për një muaj. Sa nuk deli, sa as pensioni sa është, jo. Nuk flas vetëm për vetën time, flas për musat pensionistë. Plazhi është shumë mirë këtu. Ku t'ja ka quar aty? Ojtë ftohtë ja ka quar. Se banorët janë këtu. Banorët e Vlorës janë skele këtej, ose zëmat pjesën tjetër të plazhit tjetër. Pensioni po se dihet se është problemi ditës, po plazhin pse e hoqi këtej? Plazhin publik pse e hoqi këtej? Ore ka heq fare, lere me lek kështu shaj. Po kam apel që plazhi që ka qenë plazhi publik dhe të kthehet me një tarif. Unë nuk them që të mos ketë tarif fare. Po të ketë një 2-3.000 lekë simbolike për të dalë ato shpenzimet e punëtorit që shërben të paktën. Dhe punëtori nuk bënojnë gjithë madhe, po hajtë, po e zëmë se shërben. Se më shumë e majnë vetë njerëzit, atë se sa. Po 7.000 lekë, si dhe konkuroj privatin me 7.000 lekë? Kretare bashkisë. Po 10.000 lekë ka bërë privati. 7 e kishen fillim e bërë 10, s'ka problem. Po është privati, ai që i ka gjepi dhe të pushoj. Po 7.000 lekë, si dhe konkuroj?
7.000 për 7.000? Me këto plash që ka bërë me 7.000 lekë çadrën nuk ja dalim dot. Dhe prandaj vim rrim këtu në rër. Zgjidhje tjetër pa tjetër se nuk ja dalim dot. Ne nuk shkojmë te ujë ftoft. Pensionista tikim deri te ujë ftoft që i ka pa lekë ajo. Zgjidhja është që atë plash ta bëj me 2-3.000 lekë. Këtu. Për ne. Tarif më tullët. Po pa tjetër gjithë popullsia duhet ketë më mirëqenie ekonomike, jo vetëm Flora. Se është në përgjithësi kjo. Them që do arrihet. Shpresa vdes e fundit. Ja pensioni të më ngrihet. Po me këtë pension nëse unë 120 marr. Jam akoma më poshtë. Po hajde more çfarë do bëjmë si. Vendi ku vendi. Po ato që duam ne nuk i kemi të gjitha, po hajde çfarë do bëjmë. Ja të ngrihet pensioni. Të ngrihet për ne, që kemi të ulta duhet ngrihet pensioni. Atje duhet të dikojnë të gjithë të pensioni ullët, se i kemi shumë të ulta. Ja kaloj deti është shumë i mirë, i pastër që është më kryesore, vetëm puna e këtyre shezlloneve që i kanë sjellur ata deri tutje. E mundësi ekonomike kam që rri këtu të shkallët, se të rri shezllon nuk rri dot, se pensioniste jam. Megjithatë, ata që u pëlqen rrinë atje. Ua qyqja për si do që rrisit. Qështa jo, i dua sa që keme të, po s'ka mundësi. Unë jam pensioniste, me gjithë tim shoqë. Normal, pensionet nuk përballohet me pensionet. Se kemi ilaçe, marrim ilaçe, jemi të sëmur. Pensionet, po qaj që dhe 80.000 që marrë unë. Pa diskutim, me çmimet që janë, duhet që pensionet të janë të ulta, nuk përballohet. Besnikët e Bregdetit në çdo stin mbeten qytetarët vlonjatë dhe veçanërisht ata në moshën e pensionit. Pavarësisht mundësive të pakta ekonomike, ata i gjejnë mënyrat për të pushuar, dikush në gur, të tjerë në shkallë dhe shumë në plazhe publike, duke vendosur çadra personale. Shtimi i zjarreve edhe në Vlorë, qytetarët kërkojnë ashpërsim të ligjit për çdo që vendos zjarr. Një masë parandaluese sipas qytetarëve dhe ndërhyrja në kohë zjarrfikëses dhe emergjencave civile, por që për këto shërbime duhet investuar në pajisje dhe bazë materiale. Ditët e fundit në qarkun e Vlorës, por edhe në rang vendi, janë shtuar vatrat e zjarrit, ku shumë prej tyre dyshohet se kanë qenë të qëllimshme. Qytetarët e Vlorës thonë se duhet të kemi ashpërsim të ligjit për çdo që vendos zjarr. Qytetarët e vendosin theksin tek zjarrvënjet e qëllimshme, teksa sipas tyre, kushdo që vendos zjarr kryen një krim dhe duhet të dënohet si i tillë. Një masë parandaluese që mund të merret për menaxhimin e situatave nga zjarret, sipas qytetarëve, është edhe ndërhyrja në kohë zjarrfikses apo shtapave të emergjencave civile, por për këto shërbime duhet investuar në pajisje dhe bazë materiale. Tepër e rëndësishme është edhe monitorimi nga ajri i territorit, që qytetarët thonë se parandalon rastet e zjarrvënieve të qëllimshme. Sipas tyre, investime duhet të ketë edhe në monitorimin me kamerat të qytetit, veçanërisht zonave të riskut. Po duhet të marrin masa ata që janë kompetent për këtë punë, edhe ata të zjarrfiksës, edhe bashkit në për qytete. Po për zjarrvënjet e qëllimshme. Ata që kanë bëjnë zjarrfiksë që ndryshme duhet vënë aty ku kanë vendin, të dënohen. Çfarë masa është? Në burg, ai që vetë hapë ndes zjarr. Është krim zjarrvënia e qëllimshme? Po pa diskutim se është krim. Ndërkohë, duhet investuar ndoshta edhe për monitorimin e territorit në ajri, me mjete inteligjente. Patjetër. Është më kryesor. Keni një apel për qytetarët në kuadër të këtij diskutimi? Qytetarët duhet të kenë kujdes, sidomos ata që pinë cigare, kupton, apo ashtu duhet të kenë shumë kujdes, kupton, sepse tani temperatura është e lartë dhe zjarri është ashtu siç është hapur. Bën shumë dëme. Për situatat e agravuara të zjarrit. Nevoj duhet merren masa. Çfarë masa është? Edhe shteti duhet marrë masa, edhe për persona duhet marrë masa, jo më kapën mua duke vënë zjarrin edhe hajde lere tiket, po duhet marrë një farë të shkimi, duhet kërë që duhet marrën qik frikë, njerëzit. Po me burka, me paraburgima, me joba, me sipas dëmit do bëhet. Duhet shumë kujdes.
Duhet shumë kujdes. Ke një apel për qytetarët? Edhe një që pi cigare ta ketë kujdes, mos të hedh aty te rruga se me cigare mund djegësh gjysmë e Vlorës. Kështu i duhet jemi kujdesshëm herë. Po ja këto që të kenë kujdes. Të tregon shumë kujdesshëm. Faleminderit. Sa në qoftë sa nuk do ketë do njeriu, s'ka nga bie zjarri nga qielli do vi. Ku kanë qenë ata të zjarrit? Jo, tek Uzbabaj. Po, kudo. Si e shohën. Po, nuk duhet bjen zjarret. Si e shohëm ne. Çfarë duhet për ta menaxhuar më mirë situatën? Para duhet ndërgjegjësohen njerëzit që të mos as çakmak nuk duhet mbajnë. Po për persona që dyshojnë për zjarrin e qytetit, çfarë masa keni? Pa zjarrin si të qëllimshëm duhet marrën dënimin maksimal. Se është njësoj si për vret njeri. Po situata nga ajri apo territori nga ajri apo me kamera duhet të investohet që mund të monitorohet? Nëse nuk monitorohet është gabim, duhet monitorohet, se andaj nga do ruhet më. Po, zjarët duhet të ketë kujdese. Po për persona që dyshojnë për zjarrin e qytetit. Në burg, ku ka? Si, më djegë shpinë mua atje dhe mos vejnë burgaj? Duhet shtuar vepra penale ose dënimi për të... Po në burg mos i nxjerrin më. Pjesa më e madhe e vatrave aktive të zjarrit të rëna në qarkun e Vlorës ditët e fundit janë në kullota apo pjesë me shkure dhe barishte. Zjarri këtyre hapësirave u është vendosur qëllimisht për pastrimin e tyre dhe hapjen e territoreve të reja, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit. Deri më tani konfirmohen 10 hektar të djegur në rang qarku, fatmirësisht pa viktima. Vijojmë me kronikat. Një atentat i ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 4 të Sarandës kishte në shinjestër 50 vjeçarin Thimio Rubati, i cili u qellua me 3 plumba para biznesit të tij nga 2 persona të maskuar me skarafanda. 50 vjeçari i plagosur u nis drejt spitalit të Janinës, ndërsa është jashtë rrezikut për jetën. Një atentat i ndodhur mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 4 të Sarandës kishte në shënjestër 50 vjeçarin Thimio Rubati, i cili veti i plagosur. Rubati i njohur edhe me emrin tjetër Sandri Rubati u qellua me 3 plumba para biznesit të tij nga 2 persona të maskuar me skafandra, të cilët u larguan me njëherë nga vendi i ngjarjes me një motomjet. Emri 50 vjeçarit nuk është i panjohur për policin. Në vitin 2022 ai ishte arrestuar për trafikim të miturve, ndërsa në vitin 2012 për rëmbimin e një 16 vjeçareje. Pas plagosjes, Rubati u transportua drejt spitalit të Janinës për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore për shkak të plagëve të marra. Megjithatë, sipas raportimeve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, pas plagosjes në vendngjarje mbritën forca të shumta e policisë të komisariatit të Sarandës, të cilat rrethuan zonën dhe kryen veprimet e para hetimore për zbardhjen e rrethanave të atentatit. Për ngjarjen edhe policia ka dalë tashmë me një njoftim zyrtar për shtyp, në të cilin thuhet se rreth orës 21:15 të së premtes në lagjen numër 4 në Sarandë, në rrethana ende të paqarta, është plagosur me armë zjarri para biznesit të tij një shtetas 50 vjeçar. Ai është transportuar në spital ku edhe ka marrë ndihmën mjekësore. Shërbimet e policisë njëherë pas ngjarjes kanë mbritur në vendngjarje dhe kanë vijuar kontrollet intensive në zonë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga të dhënat e para, dyshohet se autorët kanë qenë 2 persona me skafandra, të cilët janë larguar nga vendngjarja me një motomjet. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së Sarandës po vijon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia e Sarandës ka arritur të identifikojë 3 autorët e dyshuar të kanosjes dhe rrahjes së oficerit të policisë Mihal Velço, mbrëmjen e sejntes në Sarandë. Sipas burimeve, bëhet fjalë për 3 persona me precedent penal, të cilët janë shpallur në kërkim. Blut e qarkut të Vlorës kanë arritur që të identifikojnë 3 autorë, 3 të rinj, të cilët të dhunuan efektivin e policisë Mihal Velço në Sarandë. Ngjarje e ndodhur përgjatë mbrëmjes së ditës së enjte. Gjithashtu, policia e qarkut ka shpallur në kërkim 3 të rinj, mbi të cilët rëndojnë disa vepra penale. Policia e Sarandës ka arritur të identifikojë 3 autorë të dyshuar të kanosjes dhe rrahjes së oficerit të policisë Mihal Velço mbrëmjen e enjtes në qytetin e Sarandës. Sipas burimeve, bëhet fjalë për 3 persona me precedent penal, të cilët janë shpallur në kërkim. Ata janë Andrea Rubati, 27 vjeç, Antonio Lefteri, 30 vjeç dhe Ëngjël Dalanaj, 30 vjeç. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23 të së enjtes, kur shtetasi Mihal Velço, 32 vjeç, oficer policie në komisariatin e policisë Sarandë, ka njoftuar sallën operative në komisariat se në lagjen numër 4 në afërsi të një
restoranti, 3 persona që lëviznin me motomjet e kanë goditur për shkak të detyrës dhe e kanë kanosur me thik, duke tentuar ta godasin pasi u është identifikuar si oficer policie dhe u ka kërkuar të mos kryeni manovra të rrezikshme në qytet. Menjëherë pas ngjarjes, autorët e dyshuar janë larguar me shpejtësi me motomjetet e tyre. Nga ana e policisë, pas informacioneve të marrë dhe pamjeve filmike të përfituara, është bërë i mundur identifikimi i autorëve të dyshuar. Të 3 personat rezultojnë me precedent të mëparshëm penal. Sipas burimeve zyrtare policore, oficeri i policisë së Sarandës është paraqitur pranë prokurorisë ku ka depozituar kallëzim penal në lidhje me ngjarjen. Me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar, gjatë natës janë ushtruar kontrolle në vendet ku dyshohet se fshihen autorët, si dhe është ushtruar kontrolle në banesat e këtyre 3 personave të cilët tashmë janë të shpallur në kërkim dhe të identifikuar nga policia e Sarandës. Të 3 shtetasit e lartë përmendur janë tashmë të shpallur në kërkim dhe dyshohen për kryerjen e veprës penale, goditja për shkak të detyrës dhe kanosja të parashikuara nga nenet 237 dhe 84 të kodit penal, vijojnë burimet policore. Vijojnë me zhvillime nga kultura, muzet në Vlorë vijojnë të mbeten ende ndër atraksionet më të kërkuara për të vizituar, veçanërisht nga turistët e huaj gjatë sezonit turistik. Por prej 2 sezonesh turistik, vizitorët janë privuar nga mundësia për të parë muzeun etnografik, një prej muzeve më të rëndësishëm të qytetit të Vlorës. Muzet janë ndër atraksionet kryesore të kërkuara nga turistët e huaj, të cilët kalojnë pushimet e tyre verore në qytetin e Vlorës me qëllim për të vizituar për të njohur historinë apo traditat e Vlorës. Punimet e cilat kanë nisur në shkurt të vitit 2025 për muzeun hebraik në qytetin e Vlorës kanë pezulluar edhe muzeun etnografik, i cili ndodhet në krah të tij. Ai tashmë nuk është më i aksesueshëm nga turistët vendas apo të huaj prej muajit shkurt të vitit 2025 dhe nuk dihet ende se sa do të vijojë të mbetet në këtë gjendje. Kjo dhe për vetë faktin pasi punimet nuk janë duke ecur me ritmin e kërkuar. Ato kanë nisur në shkurt të 2025 dhe parashikohet të përfundojnë për gati 20 muaj, por duke pa ritme të duket si ky afat do të shtohet edhe më tej, çka do të thotë që edhe muzeu etnografik do të vijojë të qëndrojë ende i mbyllur. Muzet mbeten ndër atraksionet më të kërkuara për të vizituar veçanërisht nga turistët e huaj gjatë sezonit turistik, por edhe për gjatë pjesës tjetër të vitit. Qëllimi i vizitorëve është të njihen më nga afër me historinë, kulturën dhe traditat shqiptare, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit të vendit. Por, prej 2 sezonesh turistik radhazi, si turistët vendas ashtu dhe të huaj, janë privuar nga mundësia për të vizituar një prej muzeve më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, Muzeun Etnografik. Ky muze, i cili prezanton traditat, mënyrën e jetesës ndër vite, veshjet popullore dhe elementet e trashëgimisë kulturore shqiptare, vijon të qëndrojë mbyllur që prej muajit shkurt të vitit 2025. Shkak për këtë situatë janë punimet për ndërtimin e muzeut hebraik, të cilat kanë sjellë rrethimin e gjithë zonës dhe si pasojë dhe mbylljen e hyrjes së muzeut etnografik. Për pasojë, muzeu mbetet i paarritshëm për vizitorët në një periudhë ku fluksi i turistëve është në kulmin e tij. Ndërkohë, shumë kush vlerëson se mund të ishte gjetur një zgjidhje alternative që do të mundsonte aksesin e turistëve në muze, të paktën gjatë kohës që vijojnë punimet. Edhe vetë punimet për muzeun hebraik duket se po ecin me ritme të ngadalta, edhe pse kanë mbetur rreth 4 muaj nga fati parashikuar për përfundimin e projektit. Në teren nuk vjet të re një intensitet punimesh që të lë të kuptohet se objekti do të jetë gati në kohën e caktuar. Kjo situatë rrezikon të zgjasë edhe më tej mbylljen e muzeut etnografik, duke lënë Vlorën pa një tjetër pikë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, pikërisht në një periudhë ku interesi i turistëve për historinë dhe kulturën shqiptare mbetet i lartë. Deri më tani nuk ka një afat të qartë se kur muzeu etnografik do të rijap dyert për vizitorët. Prej 11 qershorit, kampionati botëror i futbollit ka mbajtur të gjallë interesin e qytetarëve vlonjat, të cilët nuk kanë munguar të ndjekin përballjet e këtij kompeticioni. Tashmë që kampionati ka mbërritur në fazën finale, vlonjatët ndajnë opinionet e tyre mbi nivelin e këtij edicioni dhe pritshmëritë e trofeut të fundit. Për gati një muaj duke nisur nga 11 qershori, kampionati botëror i futbollit ka mbajtur të gjallë interesin e qytetarëve vlonjat, të cilët nuk kanë munguar të ndjekin përballjet e këtij kompeticioni. Pavarësisht orareve jo gjithmonë të favorshme, për shkak se ndeshjet u zhvilluan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, shumë qytetarë kanë qëndruar para ekraneve për të mbështetur skuadrat e tyre të preferuara. Tashmë që kampionati ka mbërritur në fazën finale, vlonjatët ndajnë opinionet e tyre mbi nivelin e këtij edicioni dhe shprehin se cilën skuadër besojnë se do të ngrejë trofeun në fund. E ke ndjek me që kampionat botëror? Kam ndjekur, si se kam ndjekur. Me ki e tifos? Atë gjira unë hiku.
Me kë ishe? Brazil. Me? Me Brazilin. Kush e fiton finalen tani? Argentina apo Spanja? Po mësi më tepër ka Spanja. Tepër. Po në shivaret, s'do bëj Argentina si që bëri me Anglinë. Anglia pati fajnë vetë, që u kthye në mbrojtje, pa Anglia do të shfituar. Me shumë qetësi. Se edhe vap ka qenë shumë vap. Gjithsesi e ke ndjekur. Po pa diskutim. Me kë? Po këto dy, unë jam Brazilian dhe me Milani. Faktikisht me Italin jam, po ande jam me Brazilin. Po që këto të dyja meritonin, edhe Argentina edhe Spanja. Spanja është e pa diskutueshme. Kush e fiton? Spanja. Emi Evropian. Evropian. Të gjitha ndeshjet? Të gjitha ndeshjet, me Francë, me Brazile, me Hollandë, me të tëra. Në fund, finalja, kush e fiton? Finale më them Messi, Argentina. Argentina. Me atë jam tifoz. Me Argentinën. Lojtari mirë, skuadre mirë, me taban, me... Më pëlqen taktika që ndoqi pjesën e dytë. Si mendoni këto dy skuadra në finale? Këto duheshin apo kishte të tjera që meritonin? Nashi unë u zgënjua me Gjermaninë dhe me Anglinë. Me këto dyja u zgënjua shumë. E ke ndjekur gjashtë kampionatin? Jo, ma shumë te këto. Po kjo më pëlqej që tha ky. Shumë Argentina po. Unë ajo kam qefi ta fitoj. Je tifoz me Argentina? Po, jo, nuk jam, po edhe kështu më pëlqen si. Edhe si lojë, edhe si një. E ke ndjekur kampionatin botror? Të gjithë, edhe në 2 natës, edhe në 1 natës. Me kje tifoz? Thash me Gjermaninë. U zgjënje vënë çik? U zgjënjem shumë, jo pak. Po jemi në finale, kush e fiton? Qefi më ka ta marri vetëm Evropa. Spanja. Po patjetër Spanja. Po kështu ndeshje si ti janë dukur? Cila ndeshje për shembull? Ato që ke parë. Po dhe janë shitur ca. Po. Sa ndeshje ke ndjek apo? Të gjitha. Je tifoz? Jam sportas, jo tifoz. Me kë? Me kë skuadër? Me Shqipërinë. Po në botror? Në botror s'jam me asnjë, mjafton që jetë në Evropë. Kush e fiton? Kupë botës. Spanja. Dua unë ta fitoj. Si janë dukur ndeshjet këtë vit? U çfryn ata të mëdhenj, gjoja të mëdhenj, ku anë ekipe shumë të rënda dhe u bëri shumë mirë ajo Argentina dhe Spanja, të dyve. Se u sharritur mendja, janë çfarë kushtet. Ky kampionat botror u zhvillua për herë të parë në 3 shtete njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, si dhe solli një risi të rëndësishme me zgjerimin e numrit të skuadrave pjesëmarrëse në 48, një ngjarje sportive që u ndoq me shumë interes dhe nga qytetarët e Vlorës gjatë të gjithë muajit, të cilët mbështetën ekipet që besonin se kishin potencialin për të triumfuar në fund të këtij kompeticioni. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.